Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua, Tirona Lilin, për të ndarë tek ju një histori shumë të dhimbshme. Sot do të flasim për një temë e cila në fakt mua kur më erdhi si rrëfim më ka tronditur pafund. Njerka e cila e riti këtë vajzën që e ka shkruar rrëfimin, e martoi dhe më në fund ja mori burrin. Do me thënë është e tronditse si rrëfim, si histori. Vajza ka shkruar me lot në sy, ku tregon zhgënjimin të merin që ajo ka përjetuar nga njerka e saj. Do me thënë atë të merin më të madh të mundshëm. Nuk e kisha menduar kur se plagën më të thellë në jetë nuk do ta merrja nga një armik, por nga një njeri që e thërisja unë familje. Nga një grua që hynte në shtëpinë time, pinte kafen, më dëgjonte hallet, më përqafonte dhe më thoshte se unë jam si nëna jote. Ajo ishte njerka ime në fakt. Dhe ajo ishte arsyeja pse sot jeta ime është bërë cop më cop. Kur u martova, isha e re, plot ëndra, plot shpresë. Burri im iku në Itali për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për ne. E përcolla me shumë lot, por në fakt me besim. I thosha vetes sakrifica sot është për ty lumturi nesër. Dhe në atë kohë, njerka ime ishte gjithmonë pranë meje. Më thoshte që të mos mërzitesha, të kisha durim, se burrat në kurbet të lodhen, por zemrën e kanë në shtëpi. Edhe unë e besoja si një fëmijë. Ajo ishte ura jonë e komunikimit. Fliste shpesh me burrin tim në telefon, për punë, familje, siç thoshte. Unë nuk dyshoja, në fakt si mund të dyshoja. Ishte gruaja e babait tim. Ishte njeri i shtëpisë son në fund të ditës. Por tradhtia nuk vjen me zhurmë. Ajo vjen në heshtje. Vjen pas shpine. Filluan ndryshimet, burri im u bë shumë i ftohtë. Telefonatat u ralluan, zëri i tij nuk ishte më i njëjti. Nuk më pyeste më se si unë isha. Nuk më thoshte më mungon. Kur i flisja për vështirësitë e mia, më thoshte se isha bërë e rëndë, edhe se ankohesha shumë. Ndërsa njerka më thoshte se ishte normale, se burrat në emigracion ndryshojnë përkohësisht. E vërteta më goditi si rufeja një ditë. Kur mora vesh se ajo kishte shkuar në Itali për disa dokumente, ma than mua këtë gjë. Por Italia nuk ishte dokument. Italia ishte burri im. E mora vesh të vërtetën nga një telefonat që nuk ishte për mua. Një zë më tha, a e di ku jeton burri yt? Me kë e ndan shtratin? Në atë moment mu e rësua bota, më ra telefonin nga dora, trupi më dritej, zemra më rihte sikur do më dilte nga krahërori. Ajo grua që më kishte rritur, që më kishte quajtur bi, më kishte marrë burrin mua, ma kishte marrë jetën, ma kishte marrë dinjitetin tim. E telefonova, nuk e mohoj, madje as nuk më kërkoj falje fare. Më tha fjalë që nuk do t'i haroj kurrë.
jeta është e tillë. Ai më deshi mua. Ja ka thënë Njerka kësaj. Në atë çast diçka brenda meje vdiq. Nuk qava më vetëm për burrin, qava për besimin e shkelur, për familjen e shkatëruar, për turpin që më hodhi mbi shpinë. Qava për veten time dhe qava që besova verbërisht. Sot jetoj me një plagë që nuk mbyllet. Me netët pa gjumë, me pyetje pa përgjigje, me një dhimbje që në fakt nuk duket, por që të ha nga brenda çdo ditë si dhimbje. Tradhtia e burrit ma theu zemrën, por tradhtia e Njerkës ma shkatëroi shpirtin. Dhe megjithatë, unë jam ende këtu, e plagosur, por në këmbët e mia. Me lot në sy, por me ndërgjegje të pastër. Sepse unë nuk e tradhova askënd. Unë vetëm besova. Dhe besimi im u kthye në dënim. Ajo ditë më vrau besimin, më vrau krenarin, më vrau shpirtin. Nuk ishte vetëm burrin që e humba, por edhe familja, edhe shtëpia, rronjët e mia, baba im nuk e dinte ose në fakt nuk donte ta dinte. Unë beta vetëm me turpin që në fakt nuk ishte imi dhe me dhimbjen që unë nuk e zgjodha. Netëve flas me veten e pyes Zotin pse? Pse një grua mund t'ja bëj këtë një gruaje tjetër? Pse një nën e reme mund të shkatroj jetën e vajzës që i besoj? Nuk kam përgjigje, kam vetëm plagë që nuk duken, por që djegin çdo ditë. Sot jam më e fortë, por jo sepse nuk më dhëm më. Jam e fortë sepse mbjetova, sepse nuk u bëra si ajo, sepse zgjodha të mos e kthej ligësinë në ligësi. Tradhtia e saj më mësoi se jo çdo njeri që të thret bi ka zemër dhe jo çdo shtëpi është stre. Kjo është historia ime, një histori dhimbje, tradhtie dhe lot të fshehur. Një histori që e tregoj jo për hakmarrje, por që gratë ta din, armiku ndonjëherë fle në të njëjtën shtëpi me ty. Në fakt kjo është një thënie shumë e mençur, që armiku fle ndonjëherë në të njëjtën shtëpi me ty, sepse ja si rasti në fjalë që do me thënë e kanë quajtur grua, nën dhe gjithçka dhe më në fund kjo nën ja ka marrë burrin dhe sot kjo grua, do me thënë kjo nën jeton me burrin e kësaj zonje në Itali, ndërsa kjo zonjë është duke vuajtur e vetme.